Përshëndetje të gjithëve dhe mirë se u rikthyet në promovimin e një kulture paqe dhe jo dhune. Ne jemi thjesht dy nxënës gjimnazi që janë kurioz se si këto ide të mëdha të ndërlikuara zbatohen në jetën e përditshme. Unë jam Alex. Dhe unë jam Eltoni. Faleminderit që po na dëgjoni. Sot duam të flasim për diçka që tingëllon e thjesht, por sa më shumë thellohemi, aq më e ndërlikuar bëhet. Pyetja është, si duket paqja në jetën e përditshme? Kur njerëzit dëgjojnë paqen, shumica imagjinojnë fundin e një lufte, pa bomba, pa ushtar. Por nëse paqja do të nënkuptonte vetëm mospasjen e luftës, atëherë shumë prej nesh do të ishin tashmë duke jetuar në paqe, apo jo? Megjithatë, nëse hapni rrjetet sociale ose ecni nëpër korridoret e një shkolle, do të vini re që ende ka shumë konflikte. Pikërisht, pra paqja nuk është vetëm mungesa e luftës, bëhet fjalë për marrëdhëniet, mënyrën se si i trajtojmë njëri tjetrin, si i zgjidhim problemet pa dhunë. Bëhet fjalë për atë nëse shkollat janë hapësirat e sigurta, nëse njerëzit ndihen të përfshirë dhe nëse komunitetet janë të drejta. Dhe sinqerisht nuk është gjithmonë e qartë si të arrihet kjo. Për shembull, gjatë kampit veror në Podgoricë, kishim këtë klasën për integrimin evropian. A e mban mend sa frymëzues ishte mësuesi? Ai na prezantoi me nenin 2 të traktatit për Bashkimin Evropian për dinjitetin, barazinë dhe të drejtat e pakicave. Tingëllonte manitshëm. Po, por pastaj erdhi realiteti, po atë javë disa studentë folën për diskriminimin dhe stereotipet me të cilat çështit përballeshin në shkollat e tyre. Po, papritur nuk ishte vetëm një çështje për të memorizuar nenë traktatit për një test, ishte çështje për të pyetur, apo jetojmë ne këto vlera, apo janë thjesht fjalë në letër. Dhe mendoj se këtu hym ne të rinjt, sepse nëse paqjas i lihet vetëm që të merren politikanët apo institucionet, ajo mund të mbetet një koncept abstrakt. Por kur përpiqemi ta zbatojmë në shkollë, online me miqt, atëherë paqja bëhet më e dukshme. Por ta zbatosh është e ndërlikuar. Për shembull, në shkollën tonë kemi pasur punëtori kundër bullizmit. Janë të mira, por ndonjëherë duken si një aktivitet mjeditor. Pas tyre, bullizmi nuk ndalet magjikisht. Më bën të mendoj që edukimi për paqen duhet të jetë pjesë e të nxënit të përditshëm, jo thjesht fushatat herpashershme. Jam plotësisht dakord. Imagjino sikur mësimet e historisë të mos përfundonin vetëm me kush fitoi luftën, por të eksploronin dhe se si u zgjidhen konfliktet në mënyrë paqësore. Ose në orën e letërsisë të pyesim, çfarë na mëson kjo histori për empatinë dhe përfshirjen? Paqja do të bëjë pjesë e mënyrës se si mendojmë çdo ditë. Gjithashtu edhe jashtë klasës. Të kujtohet shkëmbimi rinor Erasmus Plus në Podgoricë vitin e kaluar, disa studentë nga Malezi, Italia dhe Slovenia, ata nuk po ndiqnin vetëm ligjërata, po inskenonin çështje shoqërore në punëtori, po mësonin komunikim jo të dhunshëm dhe po debatonin për gjuhën e urrëties. Po, unë lexova që shumë pjesëmarrës thanë se u ndryshoi plotësisht këndvështrimi. Ata nuk mësuan vetëm për diversitetin, e përjetuan ata. Disa madje thanë se krijuan miqësi për gjithë jetën. Kjo është pamja e paqes në veprim, thyerja e stereotipeve duke punuar dhe jetuar së bashku. Po, le të jemi kritik për një moment. Këto programe janë të jashtëzakonshme. Po sa student din për to? Në qytetet e vogla shumë të rinj as nuk kanë mundësi të aplikojnë. Prandaj nëse duan përfshin vërtet, duhet zgjeruar qasja. Përndryshe, projektet e paqes rrezikojnë të arrijnë vetëm tek ata që janë të motivuar, jo tek gjithë komuniteti. Dhe njëjta gjë vlen edhe për organizatat e shoqërisë civile. Disa bëjnë një punë të mrekullueshme, por të tjera ndalen te gjeste simbolike, si të bëjnë një fotogrupi në ditën e paqes. Kjo nuk ndryshon shumë. Ajo që na duhet janë projekte afatgjata ku të rinjt janë pjesë e vendimarrjes, jo thjesht zbukurim. Jam plotësisht dakord, dhe kjo na çon tek ana e pakëndshme e paqes. Nuk është gjithmonë e lehtë. Ndonjëherë paqja do të thotë përballesh me të vërtetat pakëndshme, sikur shoku yt bën një shaka raciste dhe ti duhet vendosë nëse të qeshësh apo do flasësh. Ose kur vëllai yt të vjedh karikusin dhe je në prag të fillosh luftën e tretë botërore në dhomën e ndenjes. Po dhe ajo. Por seriozisht, paqja nuk është pasive. Nuk është thjesht qëndrosh i heshtur, është punë aktive. Do të thotë, të gjesh mënyra respektuese për sfiduar padrejtësinë dhe gjithashtu të pranosh kur ke gabuar. Pra le të bëhemi praktik. Nëse dikush që na dëgjon po mendon, mirë, por çfarë mund të bëj unë këtë javë për të promovuar paqen? Çfarë do sugjeroje? Si fillim,
përpiqet praktikosh komunikimin jo të dhunshëm. Kjo nuk do të thotë shmangësh debatet, por të mësosh si të mos e sulmosh personalisht dikë kur nuk je dakord. Gjithashtu, nëse dëgjon stereotipe apo shaka ofenduese, mos qëndro në heshtje, reago, ndoshta me një pyetje pse mendon kështu, ndonjëherë vetëm kjo i bën njerëzit reflektojnë. Jam shumë dakord. Një hap tjetër është përgjegjësia digjitale. Para se të ripostosh diçka, pyet veten, apo përhap kjo urrëtie apo sjell njerëzit më afër. BE-ja po punon për të luftuar disinformimin dhe gjuhën e urrëties online, por edhe ne si individ kemi fuqi. Pastaj është dhe jeta shkollore, ndërhyj kur sheh bullizëm apo përjashtim. Ose nëse ndihesh i guximshëm, sugjero krijimin e grupeve ndërmjetësimit mes nxënësve ku ata ndihmojnë në zgjedhjen e konflikteve. Dhe mos harro angazhimin në komunitet. Vullnetarizmin me organizata e shoqërisë civile lokale, pjesëmarrja në projektet Erasmus+, apo dhe nisma të vogla si një fushat kundër gjuhës së urrëties. Edhe këto mund të kenë ndikim të madh. Po, ja dhe një pyetje. Mendon se të rinjt më të vërtet kujdesen për paqen apo thjesht një grup i vogël si ne që merremi me këto tema? Mendoj se shumë të rinj kujdesen, se sa mendojnë vërtet për paqen, por ndonjëherë u duket e paarritshme. Ne dëgjojmë paqja dhe mendojmë për liderët global që nënshkruajnë traktate dhe kontrata. Por nëse e rimendojmë paqen, si e trajtojnë fëmijën që ulet pranë teje, ajo bëhet e realizueshme. Është një pikë shumë e mirë dhe lidhet me shembujt global. A dëgjove me Eli Sanchez nga Kolumbia? Ajo ishte vetëm 12 vjeç kur filloi lëvizjen e fëmijëve për paqe, gjatë konfliktit civil atje. U kthye në një lëvizje me mbi 100.000 fëmijë duke treguar që edhe të rinjt mund të nxisin ndryshime të mëdha. Është shumë frymëzuese dhe provon se nuk duhet të presim të bëhemi të rritur apo politikanë për të ndikuar. Ndonjëherë zërat e të rinjve janë pikërisht ajo që e shtyn përpara ndryshimin. Por që të jemi realist, nuk janë gjitha histori suksesi. Ndërtimi i paqes përballet me sfida reale, keqkuptime midis kulturave, mungesë fondesh për programet rinore, ndarje politike, e gjitha me radhë bëjnë më të vështirë. Prandaj qëndrueshmëria është thelbësore. Ngjarjet njëhershme nuk mjaftojnë, nevojitet angazhimi vazhdueshëm. Sigurisht, dhe media luan një rol gjithashtu. Ajo mund të përhap frikë dhe stereotipe, por edhe të frymëzojë të edukojë. Prandaj të jesh konsumator i ndërgjegjshëm i medias është pjesë e punës për paqen. Sidomos rrjetet sociale, ato mund të lidhin njerëz, por gjithashtu mund të përhapin urrëtie shumë shpejt. Po, prandaj përgjegjësia digjitale është e panegociueshme. Nuk mund të rrim thjesht duke bërë scroll pasivisht. Mendo para se të ndash diçka. Dhe nëse sheh gjuhë urrëtie, raportoje, kundërshtoje ose jep një mesazh kundër. Dhe mos harrojmë anën personale. Paqja e brendshme ka rëndësi. Për mua, kur jam i stresuar ose i mërzitur, jam shumë më i prirur të shpërthej ndaj njerëzve. Prandaj gjetja e mënyrave të shëndetshme për të menaxhuar stresin, ushtrimet, shkrimin në ditar, bisedat me miqt, në fakt kontribojnë në paqe. Edhe për mua. Përpiqem të filloj me mendime pozitive ose thjesht të lëviz trupin. Të dalë shëtitje, të bëj sport. Kujdesi për miqënien tënde është pjesë e parandalimit të konfliktit, sepse të ndihmosh të reagosh me qetësi në vend që të shpërthesh. Pra nëse i përmbledhim të gjitha, paqja është lokale, është globale, është online, është offline dhe është personale. Tingëllon e madhe, por në fakt do thotë se ka shumë mënyra për t'u përfshirë. Pikërisht, dhe ndoshta kjo është pjesa më shpresdhënëse. Paqja nuk është një objektiv gjigant i paarritshëm, ajo ndërtohet përmes zgjedhjeve të vogla gjatë ditës. Kështu që ja, sfida jonë për ju dëgjuesit tanë është, këtë javë bëni një gjë, vetëm një gjë që redukton konfliktin ose përhap mirëkuptimin. Mund të jetë të mbrosh dikë, të dëgjosh më mirë, të raportosh gjuhën urrëtie online ose të bashkohesh në një projekt komunitar. Dhe mbani mend që paqja nuk është diçka për të cilën presim që liderit ta sjellin. Është diçka që ne krijojmë hap pas hapi në mënyrën se si jetojmë. Pra le ta përfundojmë me këtë. Paqja nuk është pasive. Nuk është fjalë të bukura në një traktat apo një libër shkollor, është veprim dhe fillon me ne.
Faleminderit që na dëgjuat. Promovimin e një kulture paqe dhe jo dhune. Qëndrojnë të sjellshëm, të etur për dije dhe mbani mend. Paqja rritet kur ne zgjedhim atë. Deri herën tjetër, shihemi sërish.